Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidenti Vjosa Osmani do të pret sot në takim liderët e partive politike me qëllim të gjetjes së një zgjidhjeje për konstituimin e kuvendit dhe tejkalimin e krizës politike. Këtë herë, Presidenti Osmani do të takojë një nga një liderët e partive politike për gjetjen e një zgjidhjeje për daljen nga kriza. Fillimisht do ta pres kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, pastaj kryetarin e PDK-s Memri Krasniqi, atë të LDK-s Lumir Abdigjiku, si dhe kreun e AAK-s Ramush Haradinaj. Takimet me liderët e partive të tjera, Presidenti Osmani do t'i vazhdojë edhe të njëjtën. Nga këto parti kanë konfirmuar pjesëmarrjen në takim me Presidentin Osmani. Seanca 40 për konstituimin e legjislaturës së 9 përfundoi pa rezultat. Kryesuesi Avni Dehari kërkoi emrat për komisionin zgjedhor që do ta mundësonte votimin e fshehtë për kryetarin e kuvendit, por PDK, LDK e AAK e refuzuan sërish. Në sallë ishin 100 deputet, por vetëm 51 morën pjesë në votim. Kjo bëri që kryesuesi ta ndërpres seancën. Lëvizja Vetëvendosje akuzoi grupet e tjera parlamentare për mosrespektim të kushtetutës, ndërsa PDK e LDK e sjelljen e VV-s e quajtën shkelje të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. E ngarkuara me puna ambasadën e SHBA-s në Prishtinë Anu Pratipati në ceremoninë e organizuar përndër të 249 vjetorit të pavarësisë së SHBA-s, ka thënë se historia e Kosovës ngjan me atë të Amerikës. Diplomatja amerikane tha se nuk e ka pritur që do të jetë në detyrë për këtë përvjetor, por se Kosova për të është një vend i jashtëzakonshëm për të shërbyer. Ajo tha se këtë vit, po kjo ushtri amerikane u stërvit krah për krah me Forcën e Sigurisë së Kosovës në Defender Europe 2025, ndërsa shtoi se kjo është dëshmi e forcës së partneritetit në fushën e sigurisë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti, bashkë me ministrat Libur Naliu dhe Elbert Krasniqi, vendosën gur themelin e 2 urave të reja mbi lumin Ibër. Kurti theksoi rëndësinë e komunikimit dhe bashkëpunimit mes jugut e veriut të Mitrovicës, duke përjashtuar rikthimin e barikadave dhe duke theksuar në fakt se koha tani është për qarkullim të lirë. Urat pritet të përfundojnë në muajin tetor me kosto 3 milion euro. Në komunën e Zubin Potoku, tuhat gur themeli stacionit të ri policor. Ministri në detyri punëve të brendshme Gjeral Sveqla, derisa foli për këtë projekt, i cili do t'jetë mbi 1 milion euro, tha se objekti i nisur do t'jetë infrastrukturë nevojshme për pjesëtarët e policisë së Kosovës dhe burimi i sigurisë e adresë e raportimit për gjithë qytetarët pa dallim. Ndërsa kryetari i komunës Izmir Zeqiri theksoi se policia deri më tani ka operuar në ambiente private me qira. Në samitin e Shkupit me liderët e Ballkanit Perëndimor, komisionarja për zgjerim të BE-s Marta Kos konfirmoi konsensusin për zgjerim dhe u bëri thirrje shteteve të rajonit të përshpejtojnë reformat. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, e cilësoi vizitën në Shkup si një dëshmi të përkushtimit të përbashkët drejt integrimit evropian. Sot bën 35 vjet nga miratimi i deklaratës kushtetuese të datës 2 korrik të vitit 1990, e shpallur nga delegatët e Kuvendit të Kosovës. Në atë ditë historike, Kosova ishte shpallur njësi e veçantë në kuadër të federatës së atëhershme. Deklarata e 2 korrikut ishte akti që shënoi hapin historik institucional të pavarësimit të Kosovës. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkëtakohemi në edicionin orës 9. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.